Mirëmbrëma të nderuar shikues të Radio Televizionit Daldi. Jeni në transmetim të drejt për drejt në studion e Televizionit Daldi në emisionin Jeta në fshat. Ne sonte do të flasim për bashkinë lokale të fshatit Zhonis, për projektet që janë realizuar në këtë fshat, projektet që priten në të ardhmen si ndriçimin e fshatit Zhonis, kanalizimin, çështjen e rrymës, parkun e shumë projekte të tjera. Ku me mua sonte mysafir në studion përfaqësuesit e bashkisë lokale të fshatit Zhonis. Me mua sonte mysafir në studio është Selajdin Mustafa, kryetari i bashkisë lokale të fshatit Zhonis. Mirëmbrëma zoti Mustafa dhe mirë se erdha. Mirëmbrëma dhe mirë se gjojmë. Po shumë nga në këtë thirrje. Ftesë na keni ftuar. Po shumë nga ana tjetër janë dy zavencët e kryetarit të bashkisë lokale të fshatit Zhonis, Katri Ramadani si dhe Fatmir Ramadani. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirëmbrëma. Të nderuar shikues, para se të fillojmë bisedën me mysafirët e tanë, ne shkojmë së bashku të ndjekim një reportazh të përgatitur enkas për fshatin Zhonis, të cilë ekipi unë ka qëndruar në fshatin Zhonis dhe kemi parë për sa afërmi projektet që ne janë realizuar. Le ta ndjekim së bashku dhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën tonë. Fshati Zhonis. Fshati Zhonis gjendet 8 kilometra nga qyteti i Preshevës, me një popullsi të banuar kryesisht me shqiptar. Në fshatin Zhonis banojnë rreth 2350 banor, diku me 350 shtëpi, çka dhe një numër i madh i tyre banojnë dhe veprojnë në botën e jashtme. Ekipi i Radio Televizionit Daldi gjatë vizitës në këtë fshat filmuan disa projekte të rëndësishme që janë realizuar dhe priten të realizohen në të ardhmen për fshatin Zhonis. Si asfaltimi i rrugës prej hyrjes të fshatit dhe në mbarim të saj dhe me trotuar, përforcimi i rrymës elektrike, ndriçimi i fshatit, i cili është ndriçuar i gjithë fshati, asfaltimi i disa rrugëve të tjera, çështja e kanalizimit i cili është kryer në vitin 1998, e shumë projekte të tjera që janë realizuar në dobi të fshatit Zhonis me punën e palodhshme të kryetarit të bashkisë lokale, Selajdin Mustafa. Fshati Zhonis po shkruan dhe institucionet e rëndësishme të këtij fshati, si shkollën fillore paralele andar profesor Ibrahim Kelmendi, ku vijojnë mësimin nxënësit e këtij fshati, së dhe zyrën e bashkisë lokale, që i kryen shërbimet e këtij fshati. Ekipi ynë gjatë qëndrimit në këtë fshat ne takuam disa banor të këtij fshati, ata shprehen të kënaqur me investimet që janë bërë në këtë fshat, çka i falenderojnë shumë kryetarit të bashkisë lokale të këtij fshati, Selajdin Mustafa, me punën e palodhshme që bën për këtë fshat në interes të këtij fshati, çka dhe disa investime që i ka bërë në këtë fshat i ka bërë me vetë financim.
mund të na thoni sa jeni të kënaqur me investimet që bën fshati në Zhënicë, çfarë është investuar më së shumti në fshatin tuaj? Ata pikëparë falenderoj Bashkinë Lokale të Zhënicës për investimet që ka bërë në fshatin tonë. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur, kohën më të madhe fëmijët e kalojnë në parkun tonë. Pastaj ndriçimi që është bërë fshatit është mrekullim mjaft e madhe, pastaj trotuari që rregullisht ecin këmbësorët, është bërë mjaft mirë edhe për shkollën, në të cilën para shumë viteve kemi punuar në një shkollë mjaft të vjetër, mirë po tani jemi në një shkollë mjaft të re, është bërë edhe rregullimi i varrezave, me një fjalë më shumë të kënaqur. Fshatin Zhënicë me investime është domethënë investimet janë të mira, janë investuar shumë, mirë po duhet ta latë investuar, ka për më punu, dhe janë të punu, gjitha janë rregull, jemi të kënaqur, domethënë me kryetarin, është të punu, mirë po premton që do të punoje talo. Ju si banori i fshatit Zhënicë, a mund të na thoni se sa jeni të kënaqur me investimet që bëhen në fshatin tuaj dhe çfarë është investuar më së shumti në këtë fshat? Na si banor të fshatit Zhënicë jemi të kënaqur deri diku, jo dhe gjasë shumë. Ka disa projekte të tashme që kanë më kryer nes. Parkin e kanë rregulluar deri diku me investimet tona të fshatit Zhënicë. Kanë me disa rrugica pa ushtruar. Me ndriçimin e fshatit sa jeni të kënaqur? Ndriçimi i fshatit është deri diku mirë, kanalizimi është në rregull, kanë do pengesa prej qytetit që vjen uje, na i pengon, po vërshon po mbushën kanalet janë shumë dopt. Po dalën në shtëpia po del uje. Presni ju se banor në fshatin Zhënicë të punohet më shumë në fshatin tuaj, sa është punuar mjaft edhe në këtë kohë? Mendojmë se u punu ballë, po mendojmë se edhe ala më tepër duhet të punohet. A mund ta thoni si banori i fshatit Zhënicë sa jeni të kënaqur me investimet që bën në fshatin në Zhënicë dhe çfarë është punuar në këtë fshat? Në Zhënicë jemi të kënaqur shumë. Punohet rregullisht. Çdo vit, edhe presme edhe vite të tjera më punu ma tepër. Investime bëjmë rregullisht. Gjithë banorët e fshatit Zhënicë investojnë për fshatin. E kemi kryetarin e bashkisë lokale, Aqës Lejdinin, i cili e udhëheq. Ato shumë mirë e udhëheq. Ai me mjetet veta na ka investuar shumë. Shkollën na ka ngjyros. Gjithë katin për brenda, ku aty ka pasur disa çrregullime në plafonit. E falenderoj shumë. Ujin e kemi pas papishëm që 3 vite ujin e shkollës. Nxënësat kanë bajt edhe prej shtëpive të veta ujë. Tash ne ka qenë bunarin dikun 50 metra, 50 e diçka. Me investimet e veta, dikun rreth 3.000 euro i ka investuar. Interesime ka të mëdha për edhe matutje për ma tepër. Ne jemi të kënaqur me këto ato. Kemi mjell pemë edhe gjatë rrugës kryesore për Peshev. Dikon rreth 130-150 pemë për zbukurime me tutje rritën e ato. Ja jep një pamje fshatit Zhënicë. Parki më këtu dihet dikon 6.000 metra është. Investojmë, na udhëheq kryetari i bashkisë lokale, na falenderojmë shumë. Është person i cili është i falosshëm. Unë e falenderoj shumë ato dhe gjithë fshatin. A mund ta thoni si banori i fshatit Zhënicë se sa jeni të kënaqur me investimet që është bërë në këtë fshat, me punën e kryetarit të bashkisë lokale, çfarë investuar më së shumti në këtë fshat? Si bashkësi lokale, edhe kryetarin Shakem, jem të kënaqur. Ka investime, presim alat të investojmë këtë fshat. Me çka më shumë jeni të kënaqur investimet që bën në fshat, çfarë është bërë më së shumti? Po shife, në çdo aspekt, për të analizosh rrugën këtë që kena buën edhe trotuarët për Peshev, kena mjellën disa për pemë, për hije, presim edhe të ndojmë do kësi karrika për te fshatit të tje ka stacioni e kërëdor.
këtu që dash parki veç është i krym, edhe pritni ala me investu në diçka me kryetari me të vërtet është punëtor, njëndër, s'ka fjalë për ta. Ju po ashtu mini edhe me bujqësi, sa i dalin ndim komuna sajnë të knaqër, sa i ndihmohet bujqëve për të punuar arën dhe sa po punohet arën e fshatit Zhënic? Për shëve, në fshatin tonë Zhënic, është diçka të punuar, vetë se s'është sigur për para. Investime prej komunës ka investime që tash sa i përket fshatit, bujqësia s'është përmirësim e sipër, veç është dora. Ta analizoj që kejta janë u shkuën me plera, me kejta shtrejt, rinia fort, edhe s'jam ka dojnë, drejtë me thonë. Qashtu? Ashtu që një gjenerat që jem, po mirë me ala me bujqësi, kështë shkojnë. Për fshatin ka tënë që ka punu si të na, s'ma merë mendje që kam punu tjera fshata, ama këto e kemi presediki, du me thonë zëtë Seledini. Ka ngajt për ka tonë, na vetë kemi edhe kontributin që japin jashka janë. Për na jemi të knaqë. Për fshatin tonë nuk ka ma mirë. A presnë në tarë më të shumë ma shumë? Po, ma mirë s'ka që shbojt, për kemi tefer dhe hala me konë, hala ma mirë. Pse mës me konë? Për na jemi të knaqëm krejt rrugë, krejt ura, shekandes, krejt këtoa për Seledinit. Na jemi të knaqëm për fshatin tonë. Pse për shofën edhe vetë. Fshati Zhënic pashtu ka dhe një tokë mjaft të mirë pjedhore ku punohet dhe kultivohet nga banorët e këtij fshati. Të nderuar shikues të Radio Televizionit Alti, patët razin për të ndjetni reportazhin të përgatitur engas për fshatin Zhënic dhe investimet që janë bërë në këtë fshat dhe pritën të bërë në të ardhmen. Vazhdojmë pra me rrjedhën e emisionit me mysafir tan. Zotri Mustafa, për fillim apo na thoni se sa vite ushtroni funksionin si kryetari i Basisë Lokale të fshatit Zhënic dhe sa antar numëron kryesia e këtij fshati të Basisë Lokale Zhënic? Na e ushtrojmë të detyrë prej vitit 1992, i 6 mandat. Sa antar numëron kryesia e kryesia jonë numëron 15 antar të kryesisë, po. 14 shqiptar edhe një serbeken. A mund të na thoni çfarë roli luan kryesia e Basisë Lokale të fshatit Zhënic, çfarë shërbime ofron banorëve të fshatit Zhënic? Po kryesia ngryje me mua edhe zemës kryetarët janë aktiv gjithnjë kur shon të lozëm edhe që 22 vite që jena të punus edhe mandati i 6 është edhe 2 vite qera që mu plësuan 6 mandatin 24 vjetë. Edhe jonë të palosëm edhe gjithmonë marrin aktivitete edhe i krymi me sukses. Zotri Kadri Ramadani, jeni ju përfashtu zëvendës kryetari i Basisë Lokale të fshatit Zhënic. A mund të na thoni se seni duke të punuar si Basisë Lokale dhe çfarë është punuar më konkretisht në Basinë Lokale të fshatit Zhënic? Po, në fshatin Zhënic është punuar shumë, kemi projekte të ashme, tash me punë jemi shumë të kënaqur, që do thotë për këtë temë pak më shumë duhet me dhon fjalën e Haxhi Seledinit për shkak se unë pak me vonesë jam marrë, dhe pse i di të gjitha, po prap meritet janë pak më të mëdha të kryetarit. Fatmir Ramadan, pashtu jeni ju zëvendës si kryetari i Basisë Lokale të fshatit Zhënic. A mund të na thoni në përgjithësi se çfarë është punuar në të kaluarën dhe çfarë po punohet tani në përgjithësi projektet në Basinë Lokale, ku më konkretisht do të flasë zotri Mustafa si kryetar? Në fshatin e Zhënic, si ceki kryetari, jem edhe unë jem që 22 vjeta, si nuk e di se sa.
E kemi punu shumë projekte, të gjitha me sukses i kemi kry. Me punë mjaft, mundimshme që me thonë mjaft, me angazhimet maja, bashkë me antarët e tjerë të kryesisë, i kemi kry shumë e punë. Mos të livdoj fshatin që kemi punu shumë, po aja po dokët e pa me dhe pak në reklama që sa kemi punu. Zëri Mustafa, a mund në thoni se asfaltimi i rrugës prej hyrjes së fshatit deri në mbarim në fshatit, kur është kryer ky projekt i rëndësishëm, ku është vital për banorët e fshatit Zhënisë? Më së pari, për fillim, 1996 trafën në pjesën e epër të fshatit, e kena bon me vetë kontributin ton, 16.000 marka vlerë ka kushtuar me marka në të kohë, 96. Se dyherë për një vit nga ka pas djekën trafa 160 kW, mërënda 3-4 mujve, njëherë u dojgjë dhe atëre, pas sreti vendosëm, mbyllën pare gjysta e fshatit, edhe e kena ndu trafën e rinë 96. Me radhë, në 98-ën, kanalizimin fekale kena punun 6 km gatësi, me vlerë prej 240.000 markave gjermane, atër me marka u konën. Me vetë kontributin ton, pa asnjë dinar prej komunës në mes. Në mërënda 3 mujve e kena kryen me sukses. Edhe, si kena mjetën oblim në kërkujna, e kena kryen me sukses. Tonë, asfaltimi i rrugës u bo 2001-2002, prej fshatit terin Hekurull, 2 km gjysmë gatësia. Aja ka investuar se e hefe në atë kohë, në 2001 ka filluar, në 2002 ka mbaru. Atë kena marrë pjesë në si basi lokale me 100.000 marka gjermane. Si basi lokale, projekti ka kushtuar 850.000 marka. Këtë projekti punuan me i vishnjaka, me trotuara, shkur që e keni pa vetë që inqizimit që e pomë, i pari fshat në Zhënisa rruga u bo me trotuara dhe me i vishnjaka. Pse? Kontributi jonë, këna marrë pjesë marrë me 100.000 marka, edhe qajo, edhe kam pasën dëshirë vullnet se hefi që të plësojnë projektin që duhet me. Mrenda të projekti, kena punuan edhe kanalizimin atmosferik, para se më kryen, që dhe me u bo i kompletum, i fleton edhe kadrija që do pika qera. Tonë, ashtu kena shku me radhë, që 2001-2002. Tonë, edhe kanalizimi atmosferik u punuan, e të regon kantia, edhe që ashtu gjdo vit kena pasën projekta kena punu. Për këtë mandatin tem, që kena punu, i kena 16 projekta. Të rëndësishme për fshatë. Kajtë me radhë. Zëri Katri Ramazan, po është në flesin e lidhër me projektin e kanalizimit çështjes, a është e kryer i gjithë çështja e kanalizimit në fshatin Zhënisë, ku dihet se zotëri Mustafa përmend që vitin 96 është i kryer çështja e kanalizimit. Po, çështja e kanalizimit është e kryer, por tash me ndoshta edhe me rritjen e fshatit se tash po ndërtojnë shtëpia dhe jashtë, po ata me vetë iniciativë po lidhen në kryesorën, edhe nuk kemi atë problem, vetëm se problemi pak është më i madh se kanalizimi që kanë vjen pi Preshevës edhe pi stacionit e Korrodhor, aty pak e kemi problemin për shkak se në përpodruma na hin uje, shumë është ngarkesë e madhe, kur po bjen shi, edhe aty një zgjidhje tash kemi me bohën, për ndryshe kështu na funksionon mirë. Nuk kemi nga bashkësia lokale, nga dikush do të thotë se në bashkësinë lokale se ka pengesa se nuk funksionon kanalizimi apo diçka, po krejt është jemi shumë të kënaqur çdo shtëpi.
Zotri Madam, na thonë se çështja e asfaltimit të rrugës, e cili përmend zotri Mustafa në vitin 2001 dhe është mbaruar në vitin 2002, a është e kryer çështja e asfaltimit i gjithë në fshatin e Zhënicë apo vetëm rrugët kryesore? Në vitin 2002 është kryer komplet asfaltimi. Prej në rruga për cilë e kam përmi Zhënicë deri në skajt Gjunisës me thonën, atë u kry me sukses. Njerët u kry edhe një pjesë e tretoarëve në përfshat, një kosisht me kur u bo edhe asfaltimi edhe tretoarët ju ndresë një pjesë. Tjerët ju ndresë ma vonë, tjerët 3 pjesët tretoarët, ato. Në atë kohë kemi ndresë edhe kanalizimin atmosferik në vitin 2001, pare se mu kry asfaltimi i rrugës. E kemi edhe kanalizimin atmosferik, cili u punu dikon 1500 metra gjatësi, me gypa fi 300, i cili ka betonit, i cili ka kushtu dikon 30.000 marka me Gjermane, marka Gjermane u konë. Edhe këta kemi kry me sukses në vitin 2001. Si Mustafa, njiheni si një ndër kryetarët e Vasil Lokale më të shkëlqyer, cili keni bërë punë mjaft për cilë përmendet këto më 6 mandate si kryetar. A mund të na thoni se si keni bashkëpunimi me banorët e fshatit Zhënicë, sa gjeni mirë kuptim mes vetë që të kryeni projekte të rëndësishme për fshatin Zhënicë? Shto, mos e pas bashkëpunim, as nuk i mbona këto aktivitete. Po, bashkëpunimi i mirë edhe dera e kena qelë, ku këna marrë aksion, s'kena pas pengesa që mos me marrë pjesë. Edhe kryesore, me këtë këndëgutët toni këna kryen këtua projekte. Menda kohës 2001-2002 kër u kryen që ke asfalt, edhe e njëjta u kryen asfalti në 2001-2002 në të pjesën e lagjes shka jena une edhe Fatmiri me një pjesë me gjatësit 350 metra, 75 marka në ka kushtuar jashta këti projektit shka u kry. Aja pjesë e fshatit e këna kry në vetë kontributit tonë. Njëjtën vit. Zëri Mustafa, në thënë se çështja e rrymës është e kryer ku përmendet projektin pra trafo e rrymës e kryer në vitin 96, ku pjesën e çdo basi lokale ka problem lidhur me rrymën. Na nuk kena problem me rrymën, i kena kryer, i kena trafa, 3 trafa në fshat. Po. Çështja e ndriçimit të fshatit Ndriçimin, po, ndriçimi është në rregull, nivel. Po ashtu, zotëri Katrin Ramadani, po ashtu në këtë projekt kemi parë dhe çështjen e lumit të bashkisë lokale, është i kryer çështja e lumit, shtrati i lumit në bashkinë lokale Zhënicë. Po shtrati i lumit është, si me thonën, nuk është edhe i kryer aq, po është me thonën një 500 metra është i kryer, për shkak se atëherë kjo organizata UNDP dhe pjesëmarrja jon 50%. Ata në kanë kryhen, ka shumë malo për me kry shtratin e lumit, po nuk i ka radha për me vazhduna. Zotëri Ramadani, mund të thonë se investimet që bën në bashkinë lokale të fshatit Zhënicë, sa janë pjesëmarrës banorët e fshatit Zhënicë në këto investime, ku dinë se janë bërë disa investime 50-50 ka kontribut edhe nga bashkia lokale nga banorët e fshatit. Po bashkia lokale pjesëmarrës është gati se 100%, ka pak që s'marrin pjesë, po shumë një pjesë e vatër është, bashkia lokale është 100%. Çdo investim që kemi bërë, na kemi bërë me investimin e bashkisë lokale. Dikun do projekte ka marrë pjesë qetësike agjie, ka marrë pjesë edhe komuna, do organizata të jashtme kanë marrë pjesë, ama shumicën e projekteve, prej 16 projekte diçka, gati se 80% veç me vetë kontributin e bashkisë lokale që kemi ndërtu në gjitha që do shapur me në të pesh. Zotëri Mustafa, investimet që bën në fshatin Zhënicë, jo po ashtu bën investime dhe vetë financim, ku vetë financonin në këto projekte. A mund të thoni se në cilët projekte më së shumti, ku gjatë vizitës e ekipit tonë të regionin në fshatin Zhënicë, pamë që keni bërë pra hapjen e pusit për shkollën fillore paralele e Bring. Po, zotëri. Po, i falenderomi zotëri
Agji Selajdinit se ka bërë shumë investime, një ndërta po i përmendi tash, ka ndërtu një urë të xhamia, kur atjere ishte para asfaltimit, ishte ura shumë e ngusht, ashtu që u desht dikush me marrë iniciativë, mirë po ndërmarja do thotë private fluide, ka ndërtu urën të xhamia, ka ndërtuën urën rruga shka na lidh prej qendrës Zhunicës për fshatin Bushtran, edhe ati ka qenë një urë shumë e ngusht, po ndërmarja fluide e ka ndërtuar, ka shfuar një pos të cilët me analizat që kam bërë, nuk është kon uji i pishëm, edhe si që pam edhe pak ma heret këto se me të vërtet fëmija kam bajt me shishe kështu të vogla, kam pi uj për shpijes. Agji Selajdini ka shpu një pos bi 50 metra, ka vendos punë për në ati, cila ka kushtuar dikon bi 2600 euro. Edhe e kemi edhe një musta aromit ta përmend me një bunar të Vorrezët e Zhunicës, aje e ka bo me vetë iniciativ një nga Norqa, Fatmir i Beqirit, tash unë nuk e njoh, po aje i falenderojmë edhe atine shumë që në ka po këtë. Zëri Mustafa, a mund të na thoni se sa keni gjetë për kraje nga pushteti kaluar i Komunës Preshevës në këto investime mjaft të mëdha, siç është në vitet 96, në vitin 2000? Kështu. Mbështetje na flitet që kryetari i Zhunicës, kryetari i komunës, e hajpi bon nuk është e vërtet, që kena pas dhe projektet më të mëdha, i kena punuar, i kena realizuar vitet 96, 98, para se më konën kryetari i jonë. Nuk është e vërtet ajo, po na jena konë aktiv gjithmonë me vetë kontributin tonë. 98 e ka kry kanalizimin fekal, me 6 metra gasi, 6 kilometra, 240 marka gjermane, pa asi dinar në mes të komunës, po vetëm se me vetë kontributin tonë. Trafën ashtu. Këto qire më këtë me radhë, Vorrezët i kena rrethuën 98, 2008 më rrët. Në ka kushtuën 45.000 marka e rrethimi, 2 për Vorrezë, e kena me gasi, 1 kilometr gasi, këtë janë të rrethume, ati kena bo shtëpizën, stazën për komsori 200 metra gasi, në për Vorrezët e para, kena mjedhen ati edhe fidane, edhe mazidalla këtua 225 roj mazidalla, fidane kena mjedhen hem për trotuari edhe për të Vorrezët, shti këtë vitin 2014. Zëri Mustafa, po është në bashkinë lokale fshat Zhunicë, mjaft banorë jetojnë në botën e jashtme. Sa investojnë dhe sa kontribuojnë për banorët e fshatit Zhunicë? Bashkë pas me cekën, mos që pëse i shturpytje, na i falenderoj shumë, mërgjimtarët e ta që ka në botën e jashtme, ata kanë formuar shoqatën, fondin për bashkinë lokale, çdo vit na bin pare, çka të grumbullojnë atje. Për ndimes edhe plus jashta shka kanë caktu me atje, edhe kështu tjera japin. Dhe Ramadan, më thënë se po uji i pishëm është i kryer këtë çështje në fshatën Zhunicë, kujdesin e bashkive lokale tjera kanë njëjtin problem se me ujin e pishëm, ende nuk është i kryer. Në fshatin Zhunicë, edhe ju e dini që edhe Presheva furnizohet për fshatit. A sa i përket për në fshat nuk ka problem dikush, ndë një shpi që s'ka, na i kemi ujësjelës nuk kemi, po e kemi gjdo shtëpi ka pusin e vetë, me pusa, me rrime motala, me pumpa qështu, e qesmi, në disa lagje nuk është ujë që duhet, në disa lagje është i mirë ujë. Po për njësi, ujë për Zhunicë mos të falme, ka balë, mos i ka dhe për Preshevën, kemi balë, nuk ka mungesë të ujtë. Zëri Mustafa, po ashtu çështja e deponisë, a është i kryer ky problem
çështja e deponisë në fshatin Zhënis? Deponia e kena në një mrenda autostradës edhe gjatës moqme, atje e kena një vend për deponinë e fshatit, që ti i qesim në deponinë, po nuk është rregulluar basa duhet. Më kena në planifikim që duhet më rregullu edhe atë çështën e deponisë. Zëri Mustafa, po ashtu në fshatin Zhënis pam që keni një park mjaft të shkëlqyer, cilët fëmijët e shkollës fillore kalojnë kohën e lirë në atë park. A mund ta thoni se kur është bërë kjo çështja e parkit është shkryer? Parki ka filluar në 2009 kena filluar me parkin, fazën e parë, tonë fazën e dytë 2011 e kena kryer përfundimisht me lojna, me fidarët e me këtë. Ai parka ka kushtuar neve rreth 40.000 euro. Edhe me vetë kontributin tonë, me statë dhe kini pa më vetë inqizimi këtë qyris, sajtë dhe këtë, dhe me tonë dhe kanë regullu që nivel që duhet. Zëri Mustafa, mund të thonë se projektet në të ardhmë përveç këtyre projekteve të cilit përmendë pra çështjen e kanalizimit të rrymës, do të vazhdojnë edhe të projekte për vitale që janë për banorët e fshatit Zhënis. Ashtu e kena plan që do vit jena të aktivizuar edhe do të punojmë që ndalme në ka. Këtu e këmë bërë kërkesë në sekretari Besi Lokale, riasfaltimin e asën pjesës pinë qender deri në të autostradë, se qarkullimi madh e ngarkuar kamionët, shleperët, nuk ndalen të që edhe u dëmtuan që më japon edhe një riasfaltim. Edhe kena bërë kërkesë në zyret, Besi Lokale nuk kena zyre, edhe një fush sportit, se vend kena, i kena 3 hektare gjysmë sipërfaqe të shkollës, edhe Besi Lokale, ajo keq sociale, po ne e kena shkollës, edhe sipërfaqja e parkit me 500 metra katror, afër 4 hektarëve kena vend aty, edhe kena i plotësojmë fushën me bën një fushë sportit që duhet, që marr edhe qertë me lutat e ajo, rinia jonë. Zëri Kadri Ramadani, po ashtu fshati Zhënis ka dhe paralel në ndarë për shkollën fillore Prof. Ibrahim Kelimendi. A mund të thoni se si çdo vit kaluar edhe këtë vit ka pra rrezikim të shurjes së paraleleve dhe rënjit e numrit të nxënësve? Ka këtë problem në fshati Zhënis, rënjit e numrit të nxënësve? Po, me thonë drejtën se ka pak, është pak në zvoglim, mirë po ka nxënës ashtu, çdo paralele është me mbi 20 nxënës, mirë po tash edhe po ka filluar pak se edhe zvoglimi i numrit ka filluar. Mos thonë me të madhe, po një 20% po. Tash, inshallah të në tonë do të qëtohet numri. Zëri Ramadani, mund të na thoni si kryesi dhe si zëvendës kryetari i Besi Lokale se çfarë keni plane konkrete që të punoni edhe më tej bashkëpunimi me gjithë anëtarët e kryesisë për fshatin Zhënic? Po e çeki edhe agjia disa pika, po kemi edhe një pjesë të kanalizimit me letusim, me thonë, kanalizimit, se po kemi pengesa të Preshevës që po vinë kanalizimit, po kemi pengesa me dajt një pjesë me qytë ka një lagje me letu në kanalizimin. Edhe ka shumë tjera, por për momentin spedise që ka prioritet me shpaje. Zëri Mustafa, apo në thoni se me qenë se nga dalë edhe ardhmë në fund të këtij emisioni, besoj se sa të pak për shtjelluan pra gjitha këto projekte që janë bërë në fshatin Zhënis dhe që janë mjaft të rëndësishme që ju cekëm gjatë këtij emisioni. Për fund mesazhi juaj drejtuar gjithë shikuesve të televizionit Ardi, do të vazhdoni ja më tej si kryetari Besi Lokale Zhënis të ushtroni mandatin, cili njiheni një ndër kryetarëve të shkëlqyeris Besi Lokale që i punoni pa lodhur. Unë më së pari i falenderoj kryesin e Besi Lokale edhe fshatin që janë aktiv edhe nuk kena kundërshtar. Këtë mandat kismet shite na shnashe vitë da krypë të skenje tonë të armën e shofme se qështë duhet me lëshurinismo se 6 mandata i më dhe bolë
me dëshirën e kryesisë, shumë kanë leju, jo si te kështi, do të thekme edhe na ketë atëherë, kënë rënë dakord që me vazhduan. Natyrisht të vazhdojnë më tej punoni për interes të banorit të fshatit Zhënis. Qa këna mundësi, këna më të edhe pikën e fundit me vazhdojnë që mu një të esu për fshatin edhe mjallon rinjes në takzojnë. Të dhe Ramadani për fund? Për fund, unë s'po di që ka me thonën, mos i pitë se i ka gjia kitë, po unë mas shumë të i faleminderoj këta tjashtëm e vetë, mërgjimtarët e jashtëm, në krye me Emin Musliun, i cili i udheq këta mërgjimtarët, i cili kontribon i mbledh tollat e PAJ, në i bjekon. Mas shumë të i faleminderoj mërgjimtarët, edhe kryesin që është bashkëpunëtorët e tonë, edhe bashkëfshatarët. Qarë. Po gjithashtu edhe unë i falenderoj kryesien, kryetarin, do të punojnë më të ardhmën edhe më shumë. I falenderoj edhe gurbeqartë, që me të vërtet rinia në gurbet shumë me të madhe janë të nëndimu, kështu që veç Zotin nëndimu. Kanë interesim. Rinia, po që rishkën jashtë, kanë interesim për fshatin. Për vjenë. Interesohen, për tomë edhe shonë falenderime edhe mjete. Pandani. Për Mustafa, dhe që të pyes si është bashkëpunimi me kryetarët bashkësive lokale të tjera të fshative të tjera për rreth të komunës së Presheve, sa bashkëpunoni për projekte rëndësishme që ju lidhin së bashku bas? Kunda s'kena me asnjëri, këtë jena shok, edhe bashkëpunojmë edhe dëshirojmë bashkëpunu edhe të ardhmen. Edhe njeri të faleminderit që ishi pjesë këtij emisioni, ju dëshiroj shëndet dhe suksese në të ardhmen. Edhe ju që na keni ftuar këtë. Faleminderit shumë që përgjigjet ftesës, jeni mysafir në studion tonë. Të nderuar shikues, erdhëm në fund të këtij emisioni ku me mua mysafir në studio ishin përfaqësuesit e bashkisë lokale të fshatit Zhënis, ku patët rasti pra të dëgjoni të projektet që janë realizuar në fshatin Zhënis dhe të pritën në të ardhmen. Ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë, ju vazhdoni edhe më tej të qëndroni me programet e televizionit Ardi. Natën